Gjermania aprovon nesër ligjin e shtetësisë pro gjermane, ku mund t'i themi lam të mirë marrjes së shtetësisë pro mo shpejt, që e kanë qujtë pro në të kaluarën turbo. Nesër që i bie data 8 tetor 2025 në orën 4:30 do të aprovohet ligji sa i përket marrjes së shtetësisë pro gjermane për 3 vite. Pro me këtë aprovim, pro hjeket kjo ligj që ka ekzistuar deri tash, pro që ke mujt me marrë që ose ke qenë mirë integruar, pro ke pas një ori gjuhës të nivelit C1, edhe ke siguru, pro ke pas tarëra të mira, pro në muaj, ke mujt ta marrësh pro mrena 3 vite. Prej nesër mo definitiv, mujna mi thonë veç lam të mirë kësoj pune, edhe mbetet pro mo minimum, si cili prej juve, prej neve du t'i ketë 5 vite jetes qëndrim në Gjermani, për të pas drejt me apliku për shtetësinë gjermane. Por, ka edhe diçka të mirë. Por do t'ju njoftoj në videon time të radhës ko të bëj pro me të hyrat për ata të cilët i kanë 5 vite këtu pro. Pro do të ketë një lehtësim që mos tjetë obligative pro të kesh të hyrat të larta e kështu me radhë. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.